Pas 160 ditësh në brendi të Big Brother, Gjesti ka marrë një surprizë të veçantë nga njerëzit e zemrës. Nelin, në një mbrëmje të veçantë, vëllai i madh organizoi një takim emocionues me zi prindërit e Gjestit, duke i bërë ata të ndihen të përshtatur dhe të dashur pas një kohe të gjatë që qëndronin larg tij. Nelin, momenti ishte i papar, pasi ata arritën të takohen në një ambient plot emocione. Prindërit e Gjestit kishin përgatitur një mesazh të veçantë për të, duke i shprehur atij dashurinë dhe mbështetje që e shoqëron në këtë aventurë. Kjo nuk ishte vetëm një përshëndetje e zakonshme, por një dëshmi e dashurisë së pakufishme të prindërve për fëmijën e tyre. Nelin, në fund të saj, mami e Gjestit e përfundoi takimin duke dërguar një përshëndetje emocionuese për Eglin, duke thënë: "Të fala Egli." Nelin, padyshim, ky moment ka bërë xhiron e rrjeteve sociale, me ndjekësit e dyshës që vërshuan me komente entuziaste dhe mbështetje për Gjestin dhe Eglin. Ky episod ka shtuar më shumë emocion tek ata që e ndjekin programin, duke u bërë një nga momentet më të paharrueshme në këtë